edhe nëna të familjarëve të zhdukurve. Jemi të vuar këtu për të ngritur zërin e protestës dhe për kërkuar shkarkimin e ministrit Jablanović. Ne si Krushan, jo vetëm që kërkojmë shkarkimin e Jablanovicit, por i bashkohemi kallëzimit penal të nënave gjakovare për burgosjen dhe gjykimin e tij. Jablanovici nuk ka probleme nëna tona. Nëna tona janë shumë të njëjtëshme. Kanë lindur dëshmor, heroj dhe luftëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës që i kanë ndryshuar historinë të vendit, po i kanë ndryshuar edhe Evropës për të mirë. Jablanovici ka probleme me nënën e vet. Nëna vetë ka problema shumë me Jablanovicin, sepse ai nuk e din që ka lindje e gërsirë. Andaj e ftojmë në mënyrë shumë dinjitoze nënën e Jablanovicit që të gjenë ta merrë gërsirën djalin e vet në Kosovë dhe të ta çojnë në Beograd, sepse atje ka vendlindjen e gërsirat. Ne kuptojmë shumë qartë dhe kemi kuptuar se bari nuk hajmë që institucionet po duka me u bë patjetër me serb dhe me minoritete. Dhe pjesë e pazareve politike ka hyrë dhe Jablanovici. Ama duhet me di që ne krushanët nuk jemi pjesë e këtyre pazareve. Ne kemi sakrifikuar këtij vendit e kemi dhënë 206 njëteshme. Ne kemi vetuar për institucione. Institucionet edhe ashtu pa shki kanë mujt me i bojë institucionet se kanë pas mjaft. 6 muj metëm pa institucione. Po ma mirë pra pa institucione se sa me Jablanovicin brenda. Andaj presim shkarkimin e tij. Të nderuar pranishëm, të nderuar media, ju mysafir, na u kanë lodhë dhe nonat. Në vend që me u marrë ato me pas në program social për me i trajtu për dhimbjen që u shkaktu gjatë luftës, bashkëvendasit e Jablanovicit, ato çdo ditë duhet me marrë me protesta. Po a me dalë protesta për me protestu për krimët që janë kryen krushe? A me dalë me protestu për fatin e të zhdukurve? Po a me dalë me protestu për fatin e profesor Ukshin Hotit? E tash me dalë edhe për Jablanovicin. Ukshin Hoti!